Po, mund të filloni, pse jeni bledur? Ne kemi problem me ujët e pishëm. Kemi rreth 2 javë që ujit është i kontaminuar, është me aromë të keqe dhe nuk shërben as edhe për të larë. Dushe, banjo, për të pirë jo e jo. Dhe problemi është se vinë e kanë konstatuar një gjë të tillë, edhe nga drejtoria e ujësillësit, edhe nga bashkia, por nuk po marrin vesh, po interesohen ta rregullojnë, nuk komunikojnë me neve, të dimë edhe neve që ku të ankohemi, si të zgjidhet ky problem. Sa familje preken nga ky problem? Nga ky problem preken rreth 1500 banorë, rreth 500 banorë të fshatit të Rovë dhe rreth 1000 banorë të fshatit të Ndavi. Për sa i përket cilësisë ujësillësit, ujësillësi është i ri. Është bërë rreth 10-15 vjet përpara me investimet e komunës, edhe është një cilësi e të mirë dhe nuk ka mundësi që kontaminimi të bëhet në rrugës për këtu. Mundësia më e madhe është atje te burimi. Ndërkohë, si ja keni bërë gjatë këtyre ditëve për ujin e pishëm? Gjatë këtyre ditëve ka gjetur Belan ky dyqani se bën furnizimin, po se bën furnizimin sa ç'duhet me ujë të pishëm. Po problemi është se ne kemi probleme edhe për dush, edhe për gjellë, nëse ai zgjehet. Se fillimisht shumë fillon, po ta zgjejmë se kjo kalimtare do jetë, ai është më bjerë më të keqe akoma kur zgjehet. Faleminderit.